Një çështje tjetër që dua diskutoj me rëndësi është aeroporti i Vlorës. Klodi, pak ditë më parë ka raportuar me News 24, madje kur s'pak ka marrë pandehurit e parë, apo jo. Nuk e di sa mund të ketë shkuar numri tani dhe çfarë shkeljet që janë gjetur për aeroportin e Vlorës. Po, është e vërtet, në fakt momentet e para që unë kam raportuar lajmin, ishin marrë vetëm 2 persona ju ishin komunikuar akuzat, antarët e Komisionit të Dhënies së Koncesionit. Akuza ishte shkelje barazisë në tender kryer në bashkëpunim. Sot janë 7 antarë të Komisionit të Dhënies së Koncesionit që ju janë komunikuar këto akuza. Është një hetim i nisur 5 vite më parë, mbi bazën e kallëzimit të një prej kompanive e cila ishte përjashtuar nga gara dhe çfarë ka rezultuar? Pak kjo është një çështje shumë serioze. Dhe mendoj që do një vëmendje shumë të shtuar nga autoritetet dhe do patjetër edhe një reagim qytetar. Aeroporti i Vlorës po ndërtohet në zonën e Nartës, një zonë që është diskutuar fillimisht për grabitjen e pronave në mënyrë të palishme nga grupet strukturuara kriminale, por kjo është një çështje që i përket prokurorisë. Më pas u diskutua shumë për pjesën e zonës së mbrojtur dhe ka pasur protesta të vazhdueshme, megjithatë me kokëforcinë e vet qeveria shkoi dhe e dha me koncesion dhe janë duke vijuar punimet edhe pse në shkelje të kontratës, sepse do duhet të ishte përfunduar dhe të kishte filluar nga operimi, por çfarë ka ndodhur nga të gjitha hetimet e prokurorisë rezulton se antarët e Komisionit të Dhënies së Koncesionit kanë favorizuar bashkimin e operatorëve ekonomik, që bëhet fjalë për Magbo Group e Bexhet Pacolli, dyja grupe e Valona Demit, të cilët janë në përplasje shumë të fortë me njëri tjetrin, një kalvar të gjatë, procesesh gjyqësore në gjykata civile dhe administrative, por po ashtu në një hetim dhe kallëzime të ndërsjella në prokurorinë e Tiranës, dhe Yda Group, e cila ishte kompani turke, por pas fitimit të koncesionit është tërhequr nga gara. Dhe rezulton nga hetimet që këto kompani nuk plotësonin kriteret dhe nuk kishin dokumentacionin e nevojshëm, po pavarësisht kësaj, antarët e Komisionit të Dhënies së Koncesionit nuk e kanë konstatuar mungesën e dokumentacionit, por e kanë kualifikuar dhe e kanë shpallur më pas fituese të këtij koncesioni. Tani pyetja shtrohet me të drejtë, a janë këta 7 antarë të Komisionit të Dhënies së Koncesionit përgjegjësit e vetëm për këtë çështje e cila është një histori shumë e madhe, bëhet fjalë për sa është shtrirë e gjitha kjo. Pjesa e dytë e hetimit ka të bëjë pikërisht me zyrtarët e lartë. Është një pjesë e cila po mbahet në sekret të plotë. Deri në çfarë niveli shkohet? Në nivele shumë të larta, sepse është autoritet kontraktor Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Patjetër që zoti Rama në cilësinë e kryeministrit e ka trumbetuar këtë projekt. Ju e mbani mend atë fluturimin që u krye nga avioni personal i zotit Pacolli që zbriti përpara zgjedhjeve parlamentare për të thënë që ne hapëm aeroportin, pra ishte një propagandë pastër, ndërkohë që ne rezulton që këto kompani janë paracaktuar. Investimi vlerësohej në afro 104 milion euro, nëse 10 vitet e para të operimit nuk do të kishte fitimet, pra konsorciumi i kompanive, qeveria shqiptare merr përsipër t'i paguaj deri 138 milion euro, pra sido që shkonte nuk do të kishte një humbje të kompanive, por vetëm humbje nga taksat dhe nga interesi shqiptarve, por çfarë ndodh për te i hetimit të prokurorisë që sipas të dhënave paraprake rezulton që kjo garë ka qenë e paracaktuar, sepse kjo është shkelje barazisë në tendere, në fakt çfarë është nxjerr fitues ose kualifikon si fitues kompani caktuara të cilat nuk përmbushin kriteret. Tani është duke u hetuar edhe për vepra tjera, por për momentin, duke qenë se shkelja barazisë në tendera është një vepër penale që parashkruhet me kalimin e kohës dhe nga 2021 deri në 2026 ishte në kufi të parashkrimit, janë komunikuar akuzat e para, por është duke u parë roli i zyrtarëve të lartë. Por ajo çfarë duhet na shqetësoj sot është pikërisht fakti që projekti i aeroportit të Vlorës ka mbetur peng dhe ka një përplasje të fortë mes aksionerëve. Aeroporti i Vlorës nuk është pasuri e një kompanie apo e një tjetri, por është kompani, është pronë e qytetarëve shqiptarë dhe patjetër që ne duhet kërkojmë llogari se çfarë po ndodh atje dhe si ka mundësi që çdo garë në këtë vend na rezulton të jetë e paracaktuar. Megjithatë hetimet s'është se janë duke vijuar, ndaj po thash. Patjetër, është e konfirmuar zyrtarisht nga prokuroria që po hetohet roli zyrtarëve të lartë. Për sa kohë emrat nuk janë bërë publik, unë rezervoj të drejtën që hapas hapi duke patur më pas edhe të dhëna konkrete për të bërë edhe raportime, sepse duhet të jemi shumë të kujdesshëm në momentin që flasim për çështje kaq të rëndësishme dhe vepra me rëndësi kaq të madhe infrastrukturore, sepse aeroporti i Vlorës nuk është një histori që
u shpenzuan disa para. Presupozohej që të sillte një numër shumë të lartë turistësh në një farë mënyrë të konkuronim Greqinë, Malinezia apo Kroacinë, dhe prandaj u mendua që të bëhej pikërisht në Bregdet me qëllim që të shkurtonte edhe rrugën e turistëve, të kishte fluks të turistëve etj me radhë. Kështu që fakti që ka mbetur peng dhe që mendoj dhe për një kohë të gjatë nuk do të fillojnë nga operimet, mbetet për të parë nëse do të nisë ndonjëherë, por kjo e bën shumë shqetësuese çështja. Mirë, duke qenë se ishim tek pjesa e spakut, kam pyetur edhe herën tjetër që ishim bashkë në studio dhe të pyes përsëri sepse ka një perceptim me gjas i gabuar në mendimin tim, apo ti tuj kudo portalesh, a është kyçur spak, a duhet kyçur spak, apo hesht spak, apo por gjithsesi një heshtje është avion puna pa diskutim që po, dhe dua të besoj që është kështu. Por që nuk është se ka dalë ajo ideja e detajeve në sipërfaqe që të gjithë kanë mendjen dhe presin pas rastit Balluku flas. Si e shikon ti? Zoti Braho nuk i ka bërë 4 muaj të plot në detyrë si drejtues i prokurorisë posaçme. Patjetër që ai ka qenë prokuror i kësaj strukture, ka vite të tëra eksperiencë, më shumë se 1 dekadë e gjysmë, gati 2 dekada. Ka jetuar çështje të rëndësishme gjatë karrierës së vet edhe brenda prokurorisë posaçme, por për shembull çështja e aeroportit të Vlorës, që nuk ka marrë rëndësinë e duhur, mendoj që është një çështje shumë e rëndësishme dhe do duhet kishte një bujë shumë të madhe dhe vëmendje shumë të madhe mediatike. Megjithatë është e vërtetë edhe mua më ngjan që ka një lloj stepje, sepse që nga ardhja e zotit Braho ka patur një aksion në krim të organizuar për goditjen e grupit të Ines Hajrullës në Vlorë, dhe që ishte goditja e qëndësishme sepse për herë të parë spaku kishte zbarkuar në Vlorë dhe po godiste grupet të cilët përbëjnë rrezik të shtuar dhe ka një sër përveç grupit të Hajrullës dhe grupet tjera që ne kemi përmendur në një emision 2 javë më parë, dhe çështja e aeroportit të Vlorës është dosja e dytë në këndvështrimin tim e rëndësishme që prokuroria ka nxjerrë ose ka shkuar në finalizimin e disa akuzave, ndonë se akuza të lehta, por në një farë mënyrë ju ka treguar qytetarëve shqiptar që gara për aeroportin e Vlorës ka qenë e paracaktuar. Kjo çështje nuk e di pse nuk ka marrë një vëmendje kaq të shtuar mediatike, mbetet për të parë se si do të vijojnë ditët të vijnë, sepse është një çështje që sapo ka nisur dhe mendoj që do të trajtohet hap pas hapi, por ama ditë them edhe mua më zhdukur që ka një stepje, po ndonjëherë prokurorët duan kohën e tyre të nevojshme për të bërë çështje të mira dhe ndoshta të duhet të presim pak derisa zoti Braho të kuptojë dhe mënyrën e të funksionuarit të menaxhimit të strukturës. Dëgjoni Sida, është një gjë ndryshe të jesh prokurori posaçëm dhe është komplet një gjë tjetër të jesh drejtuesi i prokurorisë së posaçme. Pra janë dy gjëra tërësisht të ndryshme dhe është një institucion me shumë dinamika, me shumë çështje, me shumë interesa që prek nga hetimet e veta, me shumë sulme, edhe me mbështetje her pas here, po kryesisht sulme në Shqipëri, kështu që ndoshta don kohën e vet për të orientuar se çfarë po ndodh, megjithatë këto dy çështje i evidentova në këto muaj. E kuptoj.